salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta pra janë mbi më të mirën e krijesave. Mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, të birin e Abdullahit. Mbi ehli bejtin, familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar në librin e tij fisnik na tregon, na thot, s'ka dyshim se shtëpia e parë për adhurimin e Allahut një të vetëm që është ndërtuar në sipërfaqen e tokës, s'ka dyshim se është Ka'bja e shenjtë. Ajo ka shenja të qarta. Çdo njeri që është atje është i sigurt nga çdo e keqe. Në të ndodhet vendi i Ibrahimit, mekamu Ibrahim, dhe Allahu Azza wa Jell e ka bërë obligim për çdo njeri që e ka mundësinë financiare dhe shëndetësore haxhin në shtëpinë e shenjtë, në Ka'ben e madhnueshme. Allahu Azza wa Jell thot përsëri në librin e tij fisnik: o ju që keni besuar, o ju besimtar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqert, ashtu siç meriton Allahu Xhele Xhelalu të friksojeni, dhe mos ju gjej vdekja, pra mos vdisni vetë duke qenë në fen e vetme të pranuar tek Allahu, pra vetë duke qenë musliman. Të nderuar vëllezër dhe motra, besoj se e kuptuat edhe ligjëratën e sotme, apo temën e ligjëratës së sotme që do ta shpjegojmë në këtë kohë të shkurtër që disponojmë, nga ajeti që unë hapa këtë hutbë. Pra bëhet fjalë për haxhin që është udhëtimi i jetës. Haxhi është udhëtimi i jetës. Po, sepse haxhi është prej urdhërimeve dhe adhurimeve që Allahu Xhele Xhelalu e ka obliguar për njeriu. Dhe është prej 5 shtyllave të Islamit. Pra është prej 5 shtyllave mbi të cilat ngrihet feja jonë madhështore, të cilat i ka sqaruar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, ku ka thënë: buniyal islamu ala khamsin. Pra është ngritur Islami mbi 5 shtylla: ash-shahade, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Pra dëshmia e shahadetit, nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Pra shahadeti e para, dhe për këtë janë krijuar qielli dhe toka. E dyta është wa iqamis salah, falja e namazit. Dhe e treta është wa itaiz zakat, dhënia e zakatit, pastrimi i pasurisë, dhënia nga ajo që Allahu ty të ka dhuruar. Pra 2.5% e pasurisë, e cila ka mbushur vitin, dhe do ta shpjegojmë inshallah, e kemi shpjeguar, ta shpjegojmë në ligjëratat e ardhshme. Pra dhënia e zakatit, dhe vazhdojmë me soumi Ramazan, agjërimi i muajit Ramazanit, dhe tjetra që po na komenton me ligjëratën tonë: wa hajjul beyti men istata'a ilayhi sabila, dhe kryerja e haxhit në shtëpinë e shenjtë, për ata i cili ka mundësi, pra shëndetësore apo edhe materiale. Dhe kush më sakt, kush më mirë se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të na i shpjegonte ne se si kryet ky adhurim madhështor, ku ka thënë: khudhu anni manasikakum, merrni prej meje ritualet e haxhit, merrni prej meje, se ndoshta
nuk mund t'ju takoj mbas këtij viti, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vetëm një herë ka kryer haxhin. Pra kështu, haxhi i tij u quajt dhe Haxhul Wada, që do të thotë haxhi i lamtumirës. Dhe ai e nxiti umetin e tij, e nxiti popullin e tij që ta kryej haxhin dhe i ka sqaruar virtytet e tij dhe shpërblimet e begatshme që Allahu ka përgatitur për ata që e kryejnë haxhin ashtu siç duhet, siç ka thënë pra i dërguari i Zotit e hadithi i saktë që gjendet në Sahihul Buhariu e Muslim, kush e kryen haxhin ashtu siç duhet. Pra gjatë kohëve, gjatë ditëve që janë ditët e haxhit dhe nuk kryen marrëdhënie intime dhe nuk bën vepra të ndaluara, çfarë ndodh me atë njeri? Ai do të kthehet i pastër nga gjunahet, sikur ditën që e ka lindur nëna e tij, ditën e parë pra, i pastër. Dhe ka thënë përsëri në një hadith tjetër i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kryerja e umres, pra, ose haxhi i vogël, është lyerje mëkatesh, pra në mes saj dhe umres, nga umrja në umre. Për shembull, nëse njeri e bën umren sot, do ta kryej atë pas 5 muajsh apo pas një viti, nga kryerja e kësaj umre deri te umrja tjetër, i falen gjunahet. Kurse thot i dërguari i Zotit për haxhin e pranuar, nuk ka shpërblim tjetër përpor se xhenetin. Xhenetin e amshueshëm. Ndërsa në hadith tjetër ka thënë pejgamberi i Zotit, dhe ky është hadith i saktë, në Abu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili është pyetur se cila është vepra më e mirë? Cila është vepra më e mirë? Tha të besosh Allahun dhe të dërguarin e tij. Pastaj u pyet, po pas kësaj? Ai tha, xhihadi në rrugt të Allahut, të sakrifikosh në rrugt të Allahut. Po pastaj u pyet, ai tha, el hajj mabrur, pra haxhi i pranuar. Po ashtu transmetohet në Sahihun e Muslimit, se kur Amr ibn Asi radiallahu anhu e pranoi Islamin, pejgamberi i Zotit i tha atij, a nuk e di ti se Islami e fshin atë që ishte para ti? Pra, një njeri kur përqafon Islamin, Allahu ja zerron të kaluarën e tij. Pra, ja fshin gjitha gjunafe që i ka kryer. Dhe i tha, a nuk e din ti se Islami e fshin atë që ishte para ti, dhe hijreti e shlyen atë që ishte para ti, dhe haxhi e shlyen atë që ishin para ti. Dërsa Aisha radiallahu anha ka thënë, një herë e pyeti dërguarin e Zotit dhe i tha, o i dërguari i Allahut, ne e konsiderojmë sakrificën në rrugt të Allahut, xhihadin në rrugt të Allahut vepër më të mirë. Ata bëjmë te, o i dërguari i Allahut? Ai u përgjigj, jo, por xhihadi më i mirë është haxhi i pranuar. Në këto hadithe, si dhe të tjerave shtyre, bëhet e qartë vlera e haxhit, të nderuar vëllezër dhe motra, dhe shpërblimi i madh që ka përgatitur Allahu për haxhin, si dhe bëhet e qartë se ky shpërblim i madh në të vërtetë është për atë që është pranuar haxhi. Mirë, po kush është haxhi i pranuar? Për të cilin Allahu Dhul Xhelal jep këtë shpërblim kaq të madh. Haxhi i pranuar është haxhi që muslimani e kryen në mënyrë më të plotë dhe më të përsosur, duke e bërë atë sinqerisht, lillahi, për hir të Allahut Xhelel Xhelalu, dhe në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe duke i zbatuar rregullat dhe duke qëndruar larg ndalesave që Allahu i ka ndaluar, si dhe zbatimi i këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kjo detyrë mbitheksohet në disa kohë e në disa vende për shkak të vlerës së tyre. Nga sa Allahu Xhelel Xhelalu i krijoi krijesat që ata të adhurojnë atë,
Dhe adhurim është i bindesh atij duke zbatuar urdhrat e tij dhe largim nga kush, nga ndalesat e tij. Allahu thot në librin e tij fisnik: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Pra ai është ai i cili ka krijuar vdekjen dhe jetën. Vdekjen dhe jetën me qëllim që të provoj, t'ju vëri në provë kush nga ju është më i miri në vepra. Dërsa në ajetin tjetër thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dhe nuk e kam krijuar gjindët dhe njerëzit për posë që të më adhurojnë. Kështu muslimani gjithmonë është i bindur në Allahu dhe qëndron larg mëkateve gjatë kryerjes së haxhit, sepse shejtani vjen e gacmon njeriu në pikët e tija më të dobta. Në momentet më të dobta kur i ka kryer të gjitha ritualet, e ka bërë gjithë sakrificën në vendet e shenjta dhe në fund fare vjen dhe i fut mëzirsin, i fut atë sherrin, edhe ka ndodhur fatkeqësisht që kemi hasur me haxhin që sapo kanë kryer gjitha ritualet, sa i kanë kryer, në fund të kësaj ka ardhur shejtani dhe ka luajtur me ta dhe u ka prishur gjithë atë sakrificë. Prandaj muslimani duhet të qëndrojë larg mëkateve, edhe mbasi e kryen haxhin e tij, në mënyrë që kur t'i vi çasti i vdekjes, ai të jetë në gjendjen më të mirë dhe kështu do të jetë edhe fundi i tij i mirë dhe rezultati do të jetë i lavdishëm, siç ka thënë Allahu xhele xhelalu, që e përmendëm në hutbën e parë: "O ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos disni ju vese duke qenë pra në fenë e vërtet në Islam." Dhe në ajetin tjetër thot Allahu: "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin", që do të thot adhuroje Zotin tënd deri në momentet e fundit të jetës tënde. Pra ky është kuptimi i këtij ajeti, jo siç e bëjnë të shturit devijuarit që janë shiat e mallkuar, ku thonë tjetërsojnë këta ajet ku thonë që adhuroja Zotin ti deri në një kohë dhe aty e ke plotësuar ti pastaj. Pra, adhuroja Zotin deri në një kohë shumë dhe atëherë pastaj ty të lejohet të bësh çdo gjë. Zot na ruaj. Deformimi i qartë ndaj ajeteve të Allahut. Kuptimi i këtij ajetit është: "Wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin." Pra, në arabisht yaqin do thot bindje, por se bindja këtu në tefsirin që e shpjegojmë mufesirinët është vdekja. Pra adhuroje Zotin derisa të vi vdekja. Jo adhuroje Zotin derisa të vi bindja ty dhe u plotsove ti. Pra ty të lejohet gjithçka, Zot na ruaj. Pra keni kujdes nga devijuesët e haditheve dhe të ajeteve të Kur'anit. Dhe shqyr elhamdulillah dje në raportin e Rinas është ndaluar një i tillë që i devijon dhe i keq interpreton ajetet e Kuranit, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i shtremëron, i shpjegon sipas mendjeve të tij. Elhamdulillah deshi Zoti që nuk e lejuan ty në Shqipëri atë fitnexhi dhe atë të devijuar. Elhamdulillah. Dhe vazhdojmë, kthehemi këtë tema jonë. Gjithashtu, për haxhit të pranuar, nderuar vëllezër dhe motra, është që muslimani gjatë haxhit të tregojë zell dhe të mundohet të frymëzojnë maksimum adhurimet, sidomos kur është në Mekë, nëse ka mundësi t'i falit gjitha namazet me xhamat në Ka'ben e madhnueshme. Nëse ka mundësi. Rëndësi ka që t'jetë brenda haremit, sepse kufiri i Mekës ndodhet tek xhamia e Aishës, kur umre xhinda apo haxhin bëjnë niyetin kur veshin ihramin. Pra brenda kësaj ka transmetime të sakta që i quhet muslimanit sikur ka falur 100.000 namaze, pra në Mekë 100.000 namaze. Një namaz shpërblimi i tyre sikur ka falur 100.000 namaze. Ndërsa në Medinë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është 1.000 namaze. Kur fali namaz, shpërblimi sikur ke fal 1.000 namaze. Ndërsa në shtëpinë tjetër të shenjtë Beitul Maqdes, në Kudsin e shenjtë në Palestinë, sikur ke falur 500 namaze. Pra, një namaz sikur ke falur 500 namaze. Prandaj gjatë kohës së haxhit, haxhiut i shfrytëzojnë maksimum veprat e mira.
sepse ato do t'i japin dobi të shumta. Edhe Allahu xhele xhelalu e ka përmendur në librin e tij ku thot, vinë nga të gjitha anët njerëzit me qëllim që të bëhen dëshmues për gjëra që janë me përfitim për ta. Pra në këto pra që po përmendim. Dhe tash do të sjellin disa dobi që ka haxhiu gjatë kryes haxhit. Dobia e parë është lidhja e muslimanit me shtëpinë e shenjtë të Allahut. Ajo është një lidhje e fortë. Fillon kjo lidhje kur ai e përqafon fen islame dhe qëndron tek ai derisa shpirti i del nga trupi i tij. Pra, kështu një fëmijë i cili ka lindur në islam, obligimet e para që dëgjon nga islami janë 5 shtyllat e tij që i përmendëm. Dhe një nga këto është haxhi në shtëpinë e shenjtë të Allahut. Njeriu që të bëhet besimtar, patjetër duhet ta thojë shahadetin. Do të dëshmoj tauhidin për Allahun dhe të dëshmoj për Muhamedit që është i dërguari i tij dhe kjo e bën ata musliman. Obligimet e para të islamit që i mëson janë pjesa tjetër e shtyllave që i përmendën që ishte falja namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe kush kryera e haxhit në shtëpinë e shenjtë. Prandaj lidhja e muslimanit me shtëpinë e shenjtë vazhdon çdo ditë dhe çdo natë, sepse ai kur namazin, që është obligim në Allahu dhe ishte nga 5 shtyllat e islamit, e fal duke u drejtuar nga kush? Nga Ka'bja e madhnueshme. Prandaj edhe ai çdo ditë çdo natë drejtohet nga ajo dhe bën lutje, pra dhe është i kthyer nga Meka e shenjtë. Dhe kjo lidhje e fortë e mban atë për herë të lidhur me shtëpinë e Allahut Dhul Xhelal dhe inshallah duke lutur Zotin që t'ja mundsoj që të shkoj dhe ta kryej haxhin për cilin Allahu e ka bërë obligim për atë që ka mundësi. Sepse muslimani sa po t'jepet mundësia të nxitoj ta bëj haxhin, ta kryej apo ta përmbush të obligim duke pasur mall që ta shikoj shtëpinë e Allahut xhele xhelalu, drejt cilës ai drejtohet çdo namaz. Dhe siç tha Allahu, me qëllim që ata të bëhen dëshmues, vinë pra nga gjitha anët me qëllim që të bëhen dëshmues për ato gjëra që janë me përfitim për ata. Dhe aty muslimani vesh rrobat e pastërta, i heq rrobat e tij të zakonshme, ihramin, kur bashkohen të gjithë, i pasur me të varfrin, sundimtari me robin, dhe vend takimi i tyre është Ka'bja e nderuar, të cilës i drejtohen muslimanët në gjithë botën në lindje dhe perëndim, dhe i shikon muslimanët të rreshtuar gjatë namazit të tyre aty me një tesh të përbashkët, dhe kjo kujton dhe simbolizon dhe vdekjen, kur muslimani vishet nga dy pëlhura të pastërta, nga qefini, që mos të ketë as i dallim nga njerëzit e tjerë. Kjo është drejtësia e Allahut Dhul Xhelal. Haxhi është një adhurim madhështor, të nderuar vëllezër dhe motra, dhe s'ka dyshim që këtë e kupton fare qartë ai që e kryen atë, apo ai që e ka kryer atë. Sepse si shtam te hadithi përmendur në dy sahihet e sakta, Buhari o Muslim, haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër për të veç se çfarë? Xheneti jam mëshirshëm. Kush prej nesh nuk do që të bëhet banor i xhenetit? Ky është hadefi jon, synimi jon i gjithëve, dhe Zoti na bëf për banorëve të xhenetit ya Rab. Prandaj mundohuni që sa t'ju jepet mundësia ta kryeni këtë adhurim madhështor, sepse njeriu vallaj besoni tjetërsohet kur shkon dhe e kryen këtë adhurim kaq të mahnitshëm, se e mahnit njeriu, e nxit ajo dëshira për të kryer vepra sa më të mira
Ne kemi hasur, domethënë kur e kemi bërë haxhin, kemi hasur njerëz të moshuar që edhe shumë të moshuar mundoheshin me mishe me shpirt që të shkonin për namaz sabahun, qabe, për gjitha namazet, po friksoheshin për shëndetin e tyre sepse aty janë temperaturat e larta, ata mundoheshin me mishe me shpirt që as një sekond mos u ikte bosh. Asesh kjo madhështi nderuar vëllezër dhe motra. Kjo të nxit për bërën e veprave sa më të mira. Dhe ne jo më kot e ngjitëm një poster aty ke dera e xhamis, sepse kanë filluar regjistrimet për haxhin e 2026-s. Kush ka mundësi të regjistrohet sa më parë, sepse zihen vendet, edhe pastaj i privohet shkuara në haxh. Pra aty tek dera e xhamis është posteri që shpjegon gjithçka, kush ka gjërat paqarta, të paraqitet ke unë se inshallah e shpjegoj në detaje në lidhje me këtë. Prandaj Allahun e lutim që ata që se kanë bërë haxhin t'ja u mundsoj, edhe ata që kanë bërë t'ja u mundsoj përsëri. Pse jo? Sepse adhurimi i haxhit vallai është madhështor, pra Zoti na i mundsoft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E themi këtë fjalë dhe kërkojmë falje për Allahut, për ju dhe për mua, me të vërtet Allahu është falës dhe mëshirues. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, që është një i vetëm, Allahun subhanahu wa taala, i cili na i dha mirësinë e madhe duke na bërë musliman. Dhe paqja dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin mbi pejgamberin ton të dashur, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra. Pra e shpjeguam në pika të shkurtërta vlerën që mbar dhe rëndësinë që mbar ky adhurim madhështor, ky obligim prej obligimeve, prej shtyllave të Islamit. Por se ajo çka do të shtoja në ligjëratën e dytë të shkurtër është që shumë prej nesh na kanë larguar familjarët nga kjo botë dhe shumë prej tyre nuk e kanë pasur mirësinë e kryerjes së haxhit. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që është mbyllur kjo derë mirësie për ata që kanë shkuar në botën tjetër? Jo, nuk është mbyllur. Ktu pra është mirësia e madhe e kësaj feje madhështore. Sepse të gjallët mund ta bëjnë haxhin për ata që kanë ndëruar jetë. Apo siç njihet ndryshe bedel. Pra, djali e bën për babën e vet, apo për nanën e vet, apo vajza për nanën e vet, apo prindin e vet, apo vllai për vllain e vet, për xhaxhain e vet, pra quhet bedel. Elhamdulillah, kjo është mirësi e madhe. Që edhe ai që ka shkuar në botën tjetër, nuk ja mundsoi Allahu ta kryente këtë obligim madhështor, ja ka mundsuar pasardhësit e tij të hajrit. Pasardhësit e tij të hajrit. Prandaj gjithmonë bëni dua Allahut, o Allah na jep pasardhës të hajrit. Dhurrieten hasana, siç bënte këtë dua gjithmonë kush? Khalilur Rahman, Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Gjithmonë e bënte këtë lutje, o Zot na i prano duan, na bëj pasardhës të hajrit. Pra dhe pasaj si hajrit, ja bën haxhin babës vet, nënës vet, vllajt vet, xhaxhait vet, gjyshit vet. Nëse nuk mundet vet, e paguan dikë dhe shko ma bëj, thoj, amanet, bedel, haxhin për babain tim. Dhe kështu, inshallah, plotësohet. Edhe për atë, ky obligim madhështor dhe ndoshta ja fal Allahu gjunafet e tia edhe kur ka vdekur dhe inshallah e bën për banorëve të xhenetit Firdeus. Prandaj s'dua të zgjathem shumë vëllezër dhe motra, Allahun e lut na i mundsoj të gjithëve ta kryejmë këtë adhurim madhështor. Allahun e lut ata që e kryejnë
ti kthej shëndoshë e mirë, si që ka lindur nëna e vetë të pasën e gjunafet. Allahu në lusë në bëj besimtar, të devotshëm, të sinqert, të dobishëm për familjet tona në shoqëri. Allahu në lusë në bëj për atyre që Allahu xhele xhelalu gjithmonë është i kënaqur. Allahu në lusë të ndihmoj muslimanët kudo që janë në botë, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Allahu ja lehtësoft. Allahu në lusë të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sejdina Muhammed sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in.